Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar se Shqipëria mund të jetë objektiv i sulmeve të grupeve të lidhura me Iranin. Institucioni kërkoi qytetarëve amerikanë që të shtojnë vigjilencën pasi kërcënimet e mundshme mund të shënjestrojnë anëtarë të opozitës iraniane që ndodhen në territorin shqiptar, si dhe vende të tjera të frekuentuara nga publiku. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet e lidhura me Shtetet e Bashkuara të kësaj ambasada ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuhet në njoftimin e mëtejshëm të kësaj ambasade. Paralajmërimi i ambasadës erdhi pak javë pasi haker të lidhur me Iranin kryen sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore në Shqipëri dhe pasi kuvendi shqiptar e shpalli Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Pas fillimit të luftës në Iran, ekspertët ndërkombëtar të sigurisë kanë paralajmëruar se për shkallëzimi i tensioneve mes Shtetet të Bashkuara dhe Iranit rrit rreziku në sulmeve të mundshme terroriste apo dhe operacione të fshehta jashtë zonave tradicionale të konfliktit. Marrëdhëniet midis Iranit dhe Shqipërisë janë të tensionuara dhe praktikisht të ngrira, prej se Shqipëria u ofroi anëtarëve të grupit opozitar iranian MEK shtret të sigurt mbi një dekadë më parë.